Cilat janë kauzat e Julinda Adamës në Kuvendin e Shqipërisë? Sportistët, me artistët, me të rinjt, me nënat, me fëmijë, që me burra pa burra përsëri ndonjëherë janë vetëm dhe ja dalin vetëm. Dhe gjithashtu duke lidhur me Rell Albene, që është një nga garat më të rëndësishme, jo vetëm të jetës time, por dhe të shumë njerëzve komunitetin që na përfaqëson, edhe për më tepër që promovon Shqipërinë në çdo cep nga veriu në jug, për turizmin dhe për mjedisin, janë kauzat që unë di si bëhen, sepse kam punuar për to, edhe unë do t'i shkoj fort kësaj gjoje, sidomos për ligjin e sponsorizimit, që është shumë i rëndësishëm për gjithë sportistët, klubet, shoqatat sportive, federatat, por dhe artistët, ata që duket sikur lypin gjithkohës për treguar artin, për treguar sportin e tyre, për të bërë ato që na kënaqë shpirtin. Do të çaj detin për këtë gjë, do shkoj deri në fund të gjitha kauzave të mia dhe nuk ka barierë që më ndalon. Dhe motoja ime është pse jo, ka gjithmonë një zgjidhje për gjithçka. Si erdhi kandidimi yt në këto zgjedhje parlamentare? Bëra një program, bëra një video prezantuese ku prezantova veten, edhe video mori likes, edhe shares, edhe views, gati 200 ca minja, 270.000. Ti vetëm vrapoje të edhe unë vetëm vrapoja. Pse ka shumë vrap? Personifikimi i jetës time, kam vrapuar të rjetën edhe do vazhdoj të vrapoj të rjetën. Vrapova për vete, vrapova për Shqipërinë, do vazhdoj të vrapoj për Shqipërinë. Edhe unë jam në fakt në një stad që kam shumë gjëra për të dhënë akoma për njerëzit, dhe sidomos për trinjt, dhe sidomos për ato për sportistët, sidomos për artistët, edhe për mamat, sidomos. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.